Humanizmi nuk ka nevojë për shumë fjalë, mjafton një gest i thjeshtë si dhurimi i gjakut për të shpëtuar jetë. Kjo është edhe fryma e fushatës më të re që po udhëhiqet nga Instituti i Mjekësisë Transfuzive me përkrajen e figurave publike që po japin shembullin e tyre në mënyrën më njerëzore. Për të na folur më shumë mbi këtë nismë, sot në studio kemi drejtorin e këtij institucioni, Amir Elezin, të cilin e ftoj për ta përshëndetur dhe për t'u akomoduar. Amir, mirë se erdhe dhe mirëmëngjesi. Si je? Faleminderit që na nderove me prezencën tënde, edhe pse me shumë angazhimeve nuk na refuzove për qenë pjesë e programit tonë dhe për të shpalosur këtë fushat mjaft të rëndësishme, jo vetëm për figurat publike, por edhe për gjithë komunitetin tonë, kuptohet. Është gjithmonë kënaqësi të jem prezent në studion tuaj, ku mund të flasim hapur dhe të njihet edhe opinioni me detyrimet të cilat ne i kryejmë si Instituti Mjekësisë Transfuzionit Gjakut në nivel republikan, po ashtu është një mundësi shumë e mirë për shikuesit që të njihen nga afër me procesin e dhurimit të gjakut dhe me mënyrën se si mund të kontribuojnë për të ndihmuar pacientët të cilët kanë nevojë. Padyshim. Ne paraprakisht para disa javëve ose muajve, ndoshta është bërë edhe muaj që ishte prezente edhe kolega jon Valbona në qendrën ku dhurohet gjaku dhe pa nga afër domethënë gjithë këtë proces ku e sjellni edhe për gjithë shikuesit këtë kronik dhurimin e gjakut, por sot do flasim pikërisht për fushatën me personat publik. Më thuaj si lindi ideja për të organizuar këtë fushatë të dhurimit të gjakut me këta persona dhe cili është mesazhi kryesor që mundoheni të përcjellni nëpërmjet personazheve publike. Atëherë, dihet se dita ditës është rrit dhe vazhdon të rritet numri i pacientëve të cilët kanë nevojë për gjak dhe për produkte të gjakut, sidomos ata të cilët janë të sëmurë me sëmundje hematologjike dhe ata të cilët janë të sëmurë me sëmundje onkologjike apo kancer. Dhe duke u nisur nga kjo nevojë, e kishim patjetër që edhe ne të mobilizohemi dhe të mundemi të përthithim numër më të madh të dhuruesve të gjakut me vetmin qëllim që të jemi të gatshëm të përmbushim nevojat e klinikave dhe të spitaleve të cilat kanë nevojë për gjak dhe produkte të gjakut. Kështu lindi edhe ideja që të bëjmë një sensibilizim në popullatën më të gjerë, sidomos tek të rinjt, të cilët janë shtresa e popullsisë e cila është më vitale, që të jenë dhurues aktiv të gjakut. Prandaj vendosëm që ashtu siç e përmende shembullin e Valbonës si gazetare e cila ishte në vizitë tek instituti jonë, dhuroi dhe u njoh me gjithë procesin e dhurimit të gjakut, në këtë mënyrë kemi përfshi edhe këngëtar, edhe sportist, edhe gazetar, artist dhe të gjithë të cilët dëshirojnë të ndihmojnë, një ashtu të jenë edhe një shembull për ndjekësit e tyre, sepse dim që ka një numër të konsiderueshëm të rinj të cilët janë të apasionuar pas punës që bëjnë këta personazhe publik dhe janë ndjekës të tyre dhe mendojmë që duke i pa shembull në vete këta artistë dhe personazhe publik si dhurojnë gjak, do të lindë një motivim dhe një dëshirë edhe tek të rinjt dhe te ndjekësit e tyre që të vinë dhe të dhurojnë, me të vetmin qëllim që të mund të kemi një numër më të madh të dhuruesve të gjakut, edhe pse momentalisht kemi sasi të mjaftueshme nga të gjitha grupet, mirë po është një proces i cili është dinamik dhe dita ditës ka dhe konsum dhe kërkon edhe rezerva. Sa pati ndikim deri më tani? Kishte ndikim për këto persona publik që tani më vetë se janë shfaqur me fotografitë e tyre? Po, sigurisht që ka pasur ndikim, ne nuk është se kemi një ndjekshmëri në të cilën mund ta shohim realisht se a ka pasur rezultat X personi i cili ka qenë dhurues nga personat publik, mirë po ato e shohim në bazë të numrave të cilat ne i kemi si komparacion nga vitet e kaluara, sepse vetëm viti që lam pas ka qenë viti ku arrit shifra rekord e dhuruesve të gjakut, gjithsej 58.000 dhurues të gjakut, mirë po kjo nuk është një shifër dhe një numër i cili na bën të ndjehemi rehat, shkaku se siç e përmenda ka edhe shumë të smurë të cilët kanë nevojë dhe prandaj është një proces dinamik në të cilin ne duhet të jemi gjithmonë të gatshëm që t'i përmbushim këto nevoja. Prandaj sigurisht që ka pat
efekt i gjithë kjo fushat dhe është një fushat e cila do t'jetë në kontinuitet disa vite me radhë dhe kështu që një pjesë atyre që përfshihen tash vitin tjetër do zaventësohen me të tjerë, kështu që është një proces i cili do të evoluojë dhe do t'jetë në vazhdimsi me vetmin qëllim që t'jemi të gatshëm t'i përmbushim nevojat e klinikave dhe sidomos pacientëve në nevojë. Por është hera e parë realisht që po realizohet apo jo? Është hera e parë në kështu lloj formati, edhe pse edhe më përpara ka pasur personazhe publik të cilët kanë dhuruar dhe vullnetarisht janë bërë pjesë e kësaj fushate, qoftë me mbështetje të Kryqit të Kuq, sepse ne jemi partnerë edhe me Kryqin e Kuq. Të gjithë procesin e bëjmë bashkë faktikisht me kapacitetet tona si Institut për Transfuzion të Gjakut, mirë po kemi aksione në të cilat edhe Kryqi i Kuq ndihmon, kështu që edhe kështu lloj fushata individuale gjithsesi që ka pas edhe në të kaluarën, mirë po jo të këtij formati dhe të këtij niveli të cilin po implementojmë ne tash, shkaku se kjo është i përmasave pak më të gjëra dhe mendojmë që do të ketë edhe efekt shumë më të mirë. Cilat janë ato personazhe që deri më tani kanë pranuar ftesën dhe janë bërë pjesë e kësaj fushate? Disa emra, nëse ka mundësi të na përmendni? Po, janë shumë, ka dhe ca të tjerë të cilët jemi në procese sipër për t'i përfshirë në pjesën e dhurimit të gjakut, qoftë aktivisht ata si shembull apo duke promovuar dhurimin e gjakut, sidomos nëpër rrjetet e tyre sociale apo nëpërmjet paraqitjeve të tyre nëpër mediume, deri tash ka pasur emra të ndryshëm nga estrada, edhe nga pjesa maqedonase, edhe nga pjesa shqiptare, nga sportistët vlen ta përmendim mundësin e mirënjohur Shaban Tërsenën, i cili ka qenë pjesë dhe është pjesë e kësaj fushate. Janë ekipi i basketbollit, ka ekipe të ndryshme të handballit, ku janë të përfshirë sportistë. Domethënë është një gamë më e madhe e personazheve publik të cilët marrin pjesë në këtë fushat, pa dashur t'i specifikoj të gjithë me emra veç e veç, shkaku se është një proces i cili do të vazhdojë edhe më tutje gjatë vitit, por edhe vitin e ardhshëm. Ideja është që të promovohet dhurimi vullnetar i gjakut dhe mendoj se jemi në hapat sigurt që të arrijmë të kemi edhe sukses. A e keni menduar që ta zgjeroni edhe në qytetet e tjera apo do jetë kryesisht vetëm në Shkup? Po gjithsesi, domethënë ky proces është gjithëpërfshirës dhe është në nivel republikan, shkaku se kemi pas vazhdon të jetë në qytete të tjera. Shkaku se kemi pas raste, për shembull, ja të përmend klubi handballit Pelister në Manastir ka dhuru dhe ne kemi kapacitetet tona me qendrën tonë që kemi në Manastir për ta organizuar qoftë procesin e dhurimit, qoftë procesin e prodhimit dhe përpunimit të produkteve të gjakut, kështu që është një proces i cili është gjithëpërfshirës dhe në nivel të gjithë shtetit dhe nuk ka përjashtim. Domethënë, qoftë se fokusi apo epiqendra ka qenë Shkupi, shkaku se është kryeqytet dhe gravitojnë më shumë personazhe publik apo të themi kemi më shumë institucione në të cilat mund të grumbullojmë në dhurues, nuk janë të përjashtuar as qytetet e tjera më të vogla sigurisht dhe gjithkush që ka një motiv për të qenë pjesë e kësaj fushate lirisht duhet të drejtohet tek qendrat tona, tek unë personalisht apo tek qendrat tona të Institutit për Mjekësi Transfuzionit Gjakut, shkaku se kjo fushat nuk është përjashtuese dhe gjithë secili i cili e ndjen veten që mund të kontribojë është i mirëseardhur. Domethënë rregulla apo rregulla strikte nuk ka diçka kritere, domethënë të posaçme, përveç se duhet të jetë i shëndetshëm një person. Duhet të jetë i shëndetshëm, domethënë të ketë shëndet të plot, duhet të përmbush normën e moshës, të ketë mbi 18 vjet deri në kufi të 65 vjetëve dhe atë që themi vazhdimisht të ketë një dëshirë që u ndihmoj njerëzve nëpërmjet dhurimit të gjakut, edhe kjo paraqit një përmbushje shtesë për atë i cili dhuron, duke ditë faktin se gjaku të cilin ai e dhuron do të ndihmojë një pacienti i cili po kurohet.
Pa dyshim. Amir, më thuaj, rrjetet sociale sa kanë ndihmuar që të prezentohet dhe të merë për masa, dhe më thënë, ky projekt do e quajt, apo edhe fushat? Gjithsesi në këtë kohë të cilën po e jetojmë janë një pjesë e pandashme e jetës së të gjithëve, sidomos tek të rinj, dhe ka pasur ndikim kjo. E dim mirë që këta personazh publik kanë mira ndjekës dhe prekin të gjitha sferat e shoqërisë apo edhe të gjitha familjet dhe shtëpit, dhe me këtë mendoj që ka pasur efekt dhe luan në rol shumë të rëndësishëm promovimi në rrjetet sociale. Ajo që mundohemi dhe jemi në fazën e fundit që ta vendosim si risi është që të krijojmë një aplikacion për telefonat celular, i cili do të jetë një databazë të gjithë dhuruesve të gjakut, ku do të kenë edhe një profil personal secili dhurues, ku do të përfshihet numri se sa herë ka dhuruar, në cilën qendër tonë të transfuzionit gjakut ka dhuruar, dhe kështu mendojmë që do ta bëjmë më gjithë përfshirëse këtë fushat dhe më të qasshme për të gjithë qytetarët, sidomos për të rinj, të cilët në kështu lloj forme do të mund ta eliminojmë apo ta nxjerrim jashtë përdorimit një metodë të vjetër, siç ishte ajo libreza e vjetër e dhuruesve. Me këtë mundohemi që të jemi në hap me kohën dhe ta inkorporojmë si metodë edhe një aplikacion në celular, i cili do të jetë për të gjithë dhuruesit. Kur planifikohet që të jetë gati ky aplikacion? Po, jemi në fazën e përpunimit dhe nuk jemi në fazën përfundimtare. Mendojmë që në afat 2-3 muaj do të jetë edhe gati si demo verzion dhe pastaj do të mund të përdoret edhe në nivel republikan nga të gjithë dhuruesit. Sa mendoni që do jetë e kafshme për personat që janë më në moshë? Do me thënë, nuk është e detyrueshme vetë forma e aplikacionit, për është thjesht një formë evidence të cilën ne gjithsesi e kemi në nivel të databazës tonë si Institut për Mjekësi Transfuzionit Gjakut. Kjo do të jetë vetëm një mënyrë që personat të cilët dinë të menaxhojnë dhe të përdorin telefonat e mençur të kohëve të sotme, të kenë një qasje tjetër të ky proces i dhurimit dhe të databaza dhe të profili i tyre si dhurues, shkaku se ndodh që ndonjëherë ku ka një grup të rrallë të gjakut, ne edhe i telefonojmë dhuruesit të cilët janë aktiv. Në këtë mënyrë, për shembull, ne do mund të kemi një qasje më tjetër, shkaku se do të mund vetëm të dërgohet një notifikim në aplikacion dhe aty ta sheh dhuruesi me grupën e caktuar të gjakut që ka nevojë për grupën e tij, dhe duke mos e shqetësuar me telefonat, cili do që do të jetë i gatshëm të dhurojë, do të paraqitet vetë. Kjo është një lloj mënyre ku mund ta kufizojmë edhe gjeografikisht lokacionin. Për shembull, supozojmë nevojitet në rajonin e Strugës, një grupe e caktuar e gjakut, dhe ne do të mund që ta përkufizojmë vetëm rajonin e Strugës, të shkojë një notifikim dhuruesve tanë të rregullt. Kjo është ideja me vetëm qëllim që qasja të jetë më e mirë, por edhe shërbimet të updatohen dhe të jemi në hap me kohën. Qartë. Më thuaj, Amir, se për cilin lloj të grupit të gjakut ka më shumë nevojë në Institutin e Mjekësisë Transfuzive? Cili lloj mungon më shumë? Momentalisht nuk është se ka ndonjë mungesë, mirë po ka grupe të gjakut të cilat janë më të rralla. Janë ato grupe të gjakut që e kanë RH faktorin negativ, dhe më thonë dhe mund të përmendim si më rrallë është AB negativi. Mirë po edhe të kësaj grupe të gjakut kemi sasi të mjaftueshme. Sigurisht që ky grup, me që është më i rrallë, edhe më pak pacient e kërkojnë, dhe nuk do me thonë që nëse numri është në nivelet më të ulëta, në krahasim me grupe tjera të cilat janë më të shpeshta në popullat, se gjendja është alarmante. Jo, vetëm shkaku se është grup më i rrallë, po ashtu edhe kërkesa për këtë lloje grupe negative të gjakut është më e vogël. Qartë. Çfarë ndodh me gjakun e dhuruar? Sa zgjat procesi i analizimit dhe shpërndarjes së tij të pacientët me nevojë? Fillimisht pas grumbullimit të gjakut,
shkon në përpunim dhe në testim. Ne kemi metoda shumë efikase dhe të bashkëkohore me të cilat e testojmë gjakun nga dhuruesit me vetmin qëllim që të jetë i sigurt për përdorim tek pacienti apo tek pranuesi i këtij gjaku të dhuruar, dhe mund të them me plot bindje që gjaku të cilin e disponon Instituti për Mjekësi Transfuzionit Gjakut në Shkup është 100% i sigurt për përdorim nga ana e testimeve të cilat bëhen për sëmundje të transmetueshme, dhe këtu bëhen disa metoda me vetmin qëllim që siguria të jetë e lartë. Gjithashtu, pas fazës së testimit bëhet edhe përpunimi, në të cilin ndahen plazma, ndahet eritrocitet dhe ndahen trombocitet. Sa gjatë komplet ky proces? E bëjmë për brenda 24 orëve në brenda institutit, dhe pastaj ruhet në kushtet të cilat janë optimale, për vetmin qëllim që pacientët të marrin gjak të sigurt. Këtu desha të ndërlidhem, sa është e sigurt procesi i dhurimit të gjakut, sepse shumë pacientë hezitojnë dhe kanë atë frikën për të dhuruar gjak? Është shumë proces i sigurt dhe pa dhimbje, sepse ndonjëherë hezitimi është nga gjilpërat dhe nga dhimbjet që dhuruesi mendon se do t'i përjetoj, e ka një lloj traume dhe stresi kur ndoshta e ka motivimin e brendshëm që të shkojë dhe dhurojë, mirë po kjo panika e kufizon, do kisha thënë. Nuk ka dhimbje, nuk ka asnjë efekt ansor i cili ndodh te dhuruesi, përkundrazi ka shumë benefite edhe tek shëndeti i dhuruesit, sidomos në regjinerimin e qelizave të gjakut, të cilat dhuruesi i kompenzon në një afat një mujor. Gjithashtu ajo ndjenja e përmbushjes dhe kënaqësisë shpirtërore që ti arrin t'i ndihmosh një pacienti, mendoj që luan efekt shumë pozitiv edhe emocional tek, dhe i të i kalon të gjitha këto sfida. Edhe tek dhuruesi i cili e merr hapin dhe dhuron. Domethënë është proces i sigurt, pa dhimbje, dhe kënaqësia që ti ndihmon një pacienti me gjakun të cilin e dhuron është e pashpjegueshme. Sa shpesh është lejuar që dhurohet gjak, brenda vitit ose edhe? Atëherë, për meshkujt është 4 herë në vit, ndërsa për femrat është 4 herë në vit e lejuar që të jepet gjak. Domethënë për femrat është e njëjta, 4 herë për meshkujt dhe 3 herë për femrat në 4 muaj faktikisht. A meshkujt në 3 muaj mund të dhurojnë gjak. Shkaku se këtu ndërlidhet me nivelin e hemoglobinës, të cilët zakonisht tek meshkujt është më i lartë, dhe për këtë qëllim meshkujt u lejohet që të dhurojnë më shpesh brenda vitit. Ju personalisht keni dhuruar gjak? Po, gjithsesi po. Kam dhuruar dhe vazhdoj të jem dhurues, edhe në kohën ku nuk kam qenë drejtues i Institutit për Mjekësi Transfuzionit Gjakut, kam qenë dhurues, edhe tani së fundmi kam qenë i përfshirë në dhurimin të cilin e patëm në kuvent, shkaku se është shumë mirë kur je shembull në vete, dhe të gjithë ata edhe ka shumë raste nga vetja. Dhe ka shumë raste kur ne kemi pas aksione të tilla të dhurimit nëpër institucione dhe drejtuesit e institucioneve, qoftë kompani private, qoftë diplomat të huaj, dhurojnë edhe ata, kështu që mendoj se kur mundohesh që diçka ta promovosh, është shembulli më i mirë i vetvetja, pastaj ajo reflekton edhe tek shoqëria dhe te njerëzit të cilët i njeh, edhe më pastaj mund të përfshihen edhe të gjithë të tjerët. Amir, thuaj se sa kohë bë që je në këtë pozicion dhe në këtë barë shëndetësore, do e thoja, edhe pse me profesion jeni mjek, më thënë, sa ka qenë e vështirë që të përballeni, sa ka qenë sfiduese fillimi për ta drejtuar këtë institucion kaq të rëndësishëm për gjithë opinionin? Po tani në Korik bëhen gati 1 vit që unë po e drejtoj institutin. Sigurisht që njohuritë e mia si mjek kanë qenë të duhura për
për ta pranuar sfidën për ta menaxhuar një institucion të tillë, mirë po secili institucion dhe secila lëmi fushë mjekësisë ka specifikat e veta dhe gjithmonë është nevojshme dhe një kohë e adaptimit, mirë po më duhet të them që jam tepër i kënaqur me nivelin e stafit të cilin e përfaqësoj si të mjekëve, ashtu të laborantëve, por edhe të personelit tjetër dhe jam krenar që unë thjesht jam vetëm një drejtues i një ekipit mrekullueshëm të cilët dita ditës punojnë me shumë përkushtim dhe me vetmohim, do kisha thënë, shkaku se të keni parasysh ndodh që ne kemi aksione të dhurimit në qytetet e largëta ku ekipet tona duhet të çohen në 5 në mëngjes të bëhen gati të shkojnë në destinacionin të cilin ne kemi të planifikuar, të kthehen ndoshta vonë natën të lodhur dhe gjithë ky mund dhe përkushtim ndonjëherë nuk arrim që ta shpaguajmë vetëm me pagën të cilën ata e marrin dhe do duhet që edhe opinioni, por edhe të gjithë ne të jemi të vendosur që këtë kontribut të tyre ta vlerësojmë ashtu siç duhet, shkaku se japin efekt dhe punë e cila ndonjëherë nuk është diçka që paguhet me rrogë, mirë po ata e duan këtë institucion, i duan dhuruesit, i duan pacientët dhe për këtë e bëjnë gjithë këtë punë. Prandaj për mua ka qenë vetëm kënaqësi që mund t'i udhëheq këta njerëz të mrekullueshëm dhe të jem një lloj facilitatori, do kisha thënë, një lloj ndihmuesi i atyre për të arritur që t'i realizojmë bashkërisht qëllimet të cilat i kemi dhe obligimet të cilat i kemi si drejtues dhe si përgjegjës të institucioneve të caktuara, sepse në shëndetësi është shumë e rëndësi sa përkushtohesh për të arrit që t'ju ndihmosh pacientëve jashtë obligimeve të cilat i ke si drejtues, do kisha thënë, dhe gjithmonë janë të paparashikueshme dhe situatat të cilat ndodhin. Sidomos në këtë institucion, që është mëse i nevojshëm për çdo situatë dhe tragjedi. Dhe vital dhe i një rëndësie të veçantë, sidomos në këto raste siç e përmende tragjedia apo fatkeqësi tjera elementare ku janë të prekur një numër më i madh i pacientëve dhe nevoja për gjak dhe produkte të gjakut është e shtuar. Gjithmonë duhet jemi të përgatitur për kështu lloj situatash. Prandaj edhe angazhimi jonë është që të fokusohemi në këtë fushat me vetëm qëllim që të grumbullojmë sasi më të mëdha që t'i kemi në rezervat tona. Padyshim. Dhe jo rastësisht shumë mirë e the që është shumë e rëndësishme që të ketë një bashkëpunim me stafin, sepse ata janë, domethënë, punëtorët tuaj që zgjohen shumë herët dhe marrin rrugë për në shumë qytete. Sikur sot për shembull në Vinic ka dhurim të gjakut, në Gostivar, në Shkup disa vende, sepse ne çdo mëngjes i kemi këto informacione nga Qendra për Menaxhimin e Krizave, domethënë se ku ka dhurim të gjakut në të gjitha qytetet e Maqedonisë së Veriut. Amir, unë të uroj shumë shëndet fillimisht dhe suksese në këtë rrugtim që ke marrë, por edhe suksese në këtë fushat që ke nisur me shumë krenari për të ndihmuar të gjithë qytetarëve, kuptohet, me personat publik që kanë influencë në vendin tonë dhe që të shihet më mirë, domethënë kjo pjesë dhe të promovohet në një farë mënyrë dhurimi i gjakut në vendin tonë. Urojmë që sa më shumë të shtohet numri i personave që duan të ndihmojnë dhe të dhurojnë gjak, kuptohet. Faleminderit Aida për ftesën dhe për faktin që jeni mbështetje jonë si staf edhe si televizion kombëtar. Gjithmonë edhe dera jonë do t'jetë e hapur për të gjithë ata të cilët mendojnë dhe vlerësojnë se mund t'jenë pjesë e kësaj fushate, siç e thash, nuk është fushat ku ne selektojmë persona të caktuar, gjithë secili i cili mendon që mund të kontribojë me shembullin e vet apo duke bërë një gjest të tillë human, është i mirëseardhur dhe kjo fushat do të vazhdojë edhe më tutje. Edhe njerë ju faleminderit për përkrahjen edhe tuajën si staf dhe për faktin që tek shikuesit gjithmonë jeni të realt dhe mundoheni që të kontriboni, siç e përmendet me këto aksione që i përmendni çdo ditë, që të kontriboni që të jetë e qasshme dhe të informohen në kohë
për aktivitetet tona, shkaku se është interes i gjithë pacientëve që kjo fushat të funksionoj dhe prandaj edhe për kushtimi jonë, por edhe i gjithë shoqërisë do t'jetë në këtë drejtim që të mundohemi gjithë bashkarisht që të funksionoj si proces, shkaku se nëpërmjet kësaj ne jemi të sigurt që gjithë secili prej nesh në një moment mund të jetë ai i cili do të ketë nevojë për gjak apo familjarët e familjes tonë më të ngushtë. Prandaj duke u nisur nga kjo maksim, duhet secili të jetë pjesë dhe të ndihmojë duke dhuruar gjak, shkaku se unë e them nuk bëj ndonjë dallim edhe nga donorët të cilët dhurojnë organe, edhe ata që dhurojnë gjak janë e njëjta gjë, jep një pjesë të vetës tënde e cila ndihmon pacientët që kanë nevojë. Ashtu duhet të ndihen edhe të gjithë dhuruesit, sepse është një privilegj i njerëzve të shëndetshëm, të cilët japin një pjesë nga vetja e vet për t'i ndihmuar tjetrin. Dhe kjo është, mendoj, grada më e lartë e altruizmit e cila mund të ekzistojnë në këtë botë. Prandaj le t'i ndihmojmë njëri tjetrit, sepse nuk dihet se në çfarë situate ne do jemi nevojtar për gjak apo për produkte të gjakut. Faleminderit. Me këtë mesazh të fuqishëm do e thoja dhe me këtë thirrje publike ne do e përmbyllim emisionin duke t'u falenderuar edhe një herë që u bëre pjesë dhe la ndoshta disa angazhime anash për t'ju përgjigjur shumë pyetjeve që kishim të përgatitura për ju. Faleminderit Amir dhe suksese. Faleminderit shumë Aida.